Mirët edhe njerë. Mirë si u gjeta. Knatësi që të kemi sot këtu në studion në Malandet. Është knatësi edhe imja. Faleminderit shumë për juve dhe për ftesën. Ne e dim që zakonisht jemi të bezdisshëm sa herë që vinë diaspora, jo për diçka, po gjithë t'ju trasin për kafe, gjithëve ju ngel hatri nëse s'ke mujt me u taku me dikon, e plus edhe na mediat me juftu në emisionin, jeshtë ngarkes shtes. Gjithsesi, faleminderit që ke pranu ftesën. Si po të shkon kjo verë me që jemi këtu? Mirë është, faleminderit, është shumë mirë, jemi knaqun, edhe gjithë shka po shkon mirë. A ka qenë një verë e ngarkume për ty? Vera zakonisht... Me sezon, me punë? Po. Gjithmonë jam pak të ngarkume kështu, por po. Kemi qenë këgja të angazhume dhe mirë. Mirë ja kemi dalë shumë bukur. Jemi t'ju ja dalë faktikisht, halo është aktive, po. Fiks, po. Zakonisht në ahengje, dasma dhe familjare, po. Fejesa, martesa. Na trego pak Kastriot, po flasim pak për kohën, para se me shku në Zvicër. Si ka qenë, a keni jetuar në Kosovë, besoj, para se të shkoni në Zvicër? Deri në cilën kohë? Deri në klasën e 8, faktikisht. Kam jetu në Kosovë, këtu jam shkollu, edhe mandej në vitin 93-94 kemi emigru në Gjermani në atë kohë. Mandej në 2000 jam këthy prapë në Kosovë dhe për 2 vite gjysë në radhë kam jetu këtu. Dhe prej atëherë, dhe më thonë 2003, jam shku në Zvicër dhe prej atëherë jam në Zvicër. Por gjithmonë në Kosovë... Vajtje ardhje, sa atje, sa këtu. Andal kur. Shiko, është pak interesante kjo pjesa, sepse nuk më ka rastisur që të intervistoj një bashkëdhetar i cili ka provuar të kthehet Kosovë, pastaj të shkoj prapë, po na kujto pak çka të ka mbetur në kujtesë deri në klasën e 8, sa ke qenë këto? Shoqënia, faktikisht. Shoqënia më kam vetë në kujtesë, traditat, ato tonat, zakonet, faktikisht, edhe këto, me qenë se është aja mosha deri në 8. klasë, është aja mosha fix që krijan shoqëni në rrethin, mandej ajo largimi që u largum, hupe ajo fa u zbeh, ajo farë, po mandej qka mu më ka shtyp prapë mu lidhë ma shumë me Kosovën kër u këthym atër në vitin 2000, atër u rikëthym prapë, u kryu prapë ajo shoqëria që e kishim, edhe ta shprej atëherë më ka metë ajo ma shumë dhe ma shtepër i lidhën me Kosovën. Në më thënë të ka bërë shumë mirë koha kur je këty pas luftës. Kishë më qenë shumë ma keqë, më s'tisha këthy atëherë në më thënë vitin 2000. Arsyeja që u këthyet ishte lirimi i Kosovës, po? Pa tjetër, që e preqim... Me pa dorim. Pa dorim, po, absolut. Pastaj e pa që nuk është gjithçka në rregull, edhe keni lënë diçka që... Ashtu diçka. Po, e di. Faktikisht, më ka rastisur që të takoj bashkëdhetar të tillë, por jo të intervistoj në këtë mënyrë. Prandaj edhe nuk e di deri ku mundem me shku, sepse vërtet është... Sa të më i kom e të ndimu me dhonë informacione. Nuk e di, nashta s'po ki qef me folë për atë pjesë, po sigurisht pas lufta nuk ka qenë edhe ashtu që shkemi prit, ma shumë ka qenë në mendjen tonë se sa ajo që pritet. Është shumë e vërtet, dhe më thonë, ka qenë ashtu kohë që me të vërtet, a i kipo aje rinia, ose fëmiria, po thëmë kështu, kur sidomos gjanat e këqia, dhe më thonë të lufta, ato mesin në kujtimin, në kujtesat e fëmive, ma shumë se sa edhe në ashtë të rriturve. Edhe ajo normal që na ka ngarku faktikisht me sinë, po. Me qenë se kemi qenë gjithmonë në lëvizje, këndej, andej, edhe jemi shumë të lidhën faktikisht me Kosovën, edhe kështu që mirë tash, jemi në regull. Që nga cila mosh fillove të miresh me muzikë? Me muzikë, faktikisht, qysh në moshën e rinis, kështu po ma profesional, qysh kërë më shku në Zvicër, atje kam fillu pak ma me seriositet. Pas këthimit të dytë, po? Në Zvicër, po. Atje ka fillu gjithë shka pak ma serioze, faktikisht. Edhe, deri tani pun, edhe... Unë thash edhe në fillim fare, kur të prezentova që një ndërzërat më të bukur që kanë artistët këngëtarët tanë, kur e zbulove, kush e zbuloj, ose apo ishte vetë dëshira jote që e Ka qenë vetë dëshira, faktikisht. Vetë dëshira. E kam dashur gjithë. A kanë qenë vështira fillimet e tua? Po, është e vështirë, faktikisht. Na fol pak. Është e vërtet që është e vështirë edhe... Po me punë. Dhe më thonë, kur diçka e dënë, edhe nuk beson në ta, që ti e dënë, edhe e arrit faktikisht, por duhet punë e fort. Duhet me të vërtet shumë e punu, për me mujtë me arrit
aty ku ti pretendon. Dhe tash jemi këtu ku jemi. Atë ka penguar ndoshta paka shumë që ke të qenurit në Zvicër për t'u involvuar ndoshta apo përkundër? Përkundrazi Zvicra, sidomos Zvicra, po shumë që ka shumë shqiptarë, edhe ka shumë organizime, ka vende ku bojnë muzikë shumë, edhe ajo ka qenë edhe për mu ma letë me u kyqë, ose me mujtë me vazhdu, ato që unë e kam pasë gjithmonë ndërë, që kam dashtë muzikën. Por jam angazhu shumë, jem shku, kam knu non-stop, kam ushtru, kam prova gjithmonë, pa unë alë kur, edhe ka qenë letë, faktikisht. Nështë në Kosovë, s'kisha mujtë me arritë aqë shumë sa që kam arritë në Zvicër. Për shkak të konkurencës që është, po, është konkurenca shumë më po. Në fakt, këto ahengjet, dasmat e shqiptarëve në Zvicër nuk është se kanë munguar ndonjëherë, kështu që ka qenë kogja... Edhe atje kemi pas shumë darsma ahengje, faktikisht ashtë këta tritë, edhe atje po i bojnë ahengjet familjare. Jo, ma nuk është aja koha si ka qenë për para. Me prit marë në Kosovë. Në sezon e gjatë, më thonë edhe darsma non-stop këtë këtu mi bo. Tash kanë fillu dhe atje, edhe është e mirë që pe bojnë edhe ashtu. Sepse ka është qatë shumë shqiptarë sa që. Si bëhen dasmat apo ahengjet, në përgjithësi për ti përfshirë të gjitha në Zvicër, nga shqiptarët në Zvicër, a dalon? Jo shumë. Jo shumë. Munoha me bile ma tradicionel se sa këtu. Më shumë se sa që duhet. Ma shumë për shumë, dhe më thonë, ma moderne për i shëfë këtu, se sa atje ma tradicionel. Menoj unë ashtu, që shi shafona për i Po, sepse duhet ruajtur kultura, tradita, normalisht. Në duket e ruaj ma shumë se sa... Bile dhe jeni më të përmallu, lot ka më shumë në ahengjet atje se sa këtu. Cilat këngë i dojnë më shumë mërgjimtarët atje, dhe a ka një diferencë me qka kërkuar? Patriotike shumë i dojnë, këngë folklorike i dojnë shumë, që ka e në tradicionale faktikisht, edhe popullore, normal. Si ndjeshti kur performon para diasporës edhe kur performon? Gjithmonë mirë, edhe atje edhe këtu, nuk ndjej farë dalimi, por për mu dyshysh ma, kur t'jem këtu në Kosovë, dyshysh dhe ma mirë, duket. Flasim pak për bashkëpunimet tuaj me producent, me kompozitor, cilat janë ato që bashkëpunoni, tek shkrus apo? Me tek shkrus, si Ilir Beranin kam punu me Ilir Beranin, kam punu me Koloroshin, me Arsim Bunjakun kam punu, Ardian Kastratin producentin, po ashtu Koloroshin, tash kove të funit, faktikisht me Kolin e kam edhe si producent, që e kam ndje vetën mirë të ka e dhe po punën shumë këngë bukra dhe shumë komponimet mira po i bënë. Po ashtu dhe tek shkrusja shumë respektuar dhe Veneranda Avgustini është një tek shkruse e jashtëzakonshme. Jenë bo një farë dyshe shumë e bukur Kola dhe Veneranda që po nxjerrin shumë gjanat bukra. Sa përshtaten tekstet me ty pastaj? Faktikisht, me thonë drejten, sa i përket këngëve, ma shumë i menagjan Kola. Kola Rush është kolegi i unë edhe këngëtar dhe producent. Ati ja kam besu faktikisht menagjimin e këngëve, se cilat këngëve. Ju me gjithë shka të gatshme, vetëm shka i marrë të gatshme edhe nuk ka shumë të baj me jetën të më private, diçka di temave ku ta di une. Edhe e pranoj, e marrë bërdej tash, kanë pru shumë sukses edhe vazhdoj t'i besoj hala Kolës. A duhet të investosh në muzikë? Patjetër, jo vetëm muzikë, në çdo lami, po s'jepes, nuk mundesh edhe me marrë. Pavarësisht talentit që mund ta kesh, po? Prap se prap, edhe pse keti talentit të dush edhe me përçu tjerve, që me pata se çka din ti, çka bën ti. Po se investove, ty nuk një fas ma holla jote, e lemu ma gjanë. Kur ti investon, normal që reklama është gjithmonë, aja që ty që në përpara tutje. Në çdo lami, jo vetëm muzikë, në çdo lami. Si ka qenë për ty? Kam investu kogja shumë. Për menimin të jam kam investu mjaft për me mujtë me hecë përpara që me pas këtë sukses që kam sot. Nuk e kam ku ta di unë suksesin, wow, po, nuk nalem. A je kërkues në atë që ka e donë, edhe pse ja ke besu punën, do më thëmë producentit, por pastaj ka edhe të tjera punë janë. Datat që ndoshta a i ke me, që thojnë me
kërkesa ose termine, ose pastaj... I menaxhoj vetë. I menaxhon vetë? Po. Okej, pastaj janë klipet e gjana që i duhet vendosësh edhe vetë? Janë produksione që edhe ata japin ideat atyre, normal që gjithmonë edhe na, edhe unë jam kërkues, kur e shoh diçka që ose kam na ide, muj me shpreh edhe mundohen me bos, me gjithë i gjutë përbashkët që me nëziri së gjatë bukur të përbashkët. Po, qka me ndonë sot për artistët që bëhen videoklipe? Janë shumë të bukura për të parë, por sa ja vlen kjo investim, duke pasur parasysh që janë bërë shumë këngëtar, apo si duhet promovuar, është mënyra më e mirë për ta promovuar një këngë? Po, sot është lehtë për mu promovu, faktikisht, se tash janë edhe rrjetet sociale, që mundet njeri edhe pasin, po ma herët ka qenë ma ndryshe, kurse sot është masin, edhe më vjen mirë që ka shumë konkurenca. Po, e ka për të vetën. Konkurenca e madhe është e mirë, nuk është, dikush nëse mendon që është keq, nuk është keq, është mirë sepse sa ma shumë që ka konkurencë, ty të bën edhe ma tepër me punu. Edhe dikur, ashtu dalin në shesh, atin që janë dalojnë faktikisht, por njeri nuk du të mund dalë, du të me punu, pa marrë parasysh, ka shumë talentum, ka shumë këngëtar të mirë, me të vërtet befasohem nga njëra, ka shumë talent, ka shumë asi talent që nashta nuk janë aty ku duhet e qëfar talentve janë ata, ata më habisin, që ata du të me pas me të vërtet një vend këtë diku tjetër. Ka dhe për atyve që janë, që se meritojnë nashta me konë aty, po janë aty ku janë edhe absolut, nuk jam diçka kundër. Po, marketingu, të rritëve sociale, apo kjo është marketingu, investimi, kur investon edhe ti diçka është e pa mund që pa dalë diçka, sa ka të mirë në ka të keqen. Se ku delë live me kënu është... Pastaj prapë komplet... Dalin ato i bukur në skenë, po me punë këtë dika tjetër. Po, faktikisht dikur ka qenë që e përmende edhe ti shumë ndryshe nëse ke pritë radhë në një televizion për ta transmetu videoklipin me një këngë ose për ta promovu, tani është komplet ndryshe. Të duhet ndoshta një përkraje mediale, por jo edhe aq derisa janë rrjetet sociale. Absolut. Por mirë. Unë jem falendrues gjithmonë me të vërtet prej mediave, prej gjithë atyre që më kanë ftu, më kanë pranu, por edhe une kam punu për me ardhë teri aty që me më ftu. Sa je aktiv në rrjetet sociale? Sa mundosh me promovu? Jo edhe aq shumë, por jam. Dhe më thonë, jam aktiv, por jo edhe i dhonën shumë mas rrjetet sociale. Ma shumë jam i dhonën mas punës. Me po na i me lyp na i tekst bukur, na i kongë të mirë. Po, por punën pastaj duhet me... Absolut, po. Me promovu në rrjetet sociale. Po jo ashtu sikur, si me thonë, jam i dhonën mas me të vërtet që me do, mos do, me dhezën në rrjetet sociale, se ku ta di unë. është e bukur, normal, si ti kur e shet që po shikohesh, po klikohesh, është e bukur, është e mirë, t'jep motivim me punu ma shumë, ma tutje, është një vibe i mirë. E përmende që ke tekste shumë të bukura. Cila nga tekstet e këngëve të tua është më për zemër për ty? Ma për zemër është kënga Bia e Babit, që e kam kushtu vajzës time vjetë që e kam martu. Ajo është kapaku i këngëve, dhe më dhonë teksti që ndështë për një këngë me shku me gjiru, ose me inqizu, me dhonë hedhë vokalin, më lypet nështë një dit 2, dhe ajo këngë ka zgjatë nështë 2-3 javë. Nuk ka dosht her pas here me shku, se nuk kam mujt me, e kam djesh shumë thellë, edhe është një këngë shumë e veçantë, që edhe tash po ma kërkojnë shumë, me të vërtet ma kërkojnë shumë atë këngë, në për das ma henqe, në për kanazezje faktikisht ma shumë, sepse është këngë taman bi edhe bab, që po martohet edhe, është një këngë shumë e mirë, për këtë këngë e falendroj shumë Koli Roshin, këto ma ka boj prej zemrës, vetë, më thonë, më ka thonë që në këtë këngë, se du asicient heqë. Më të abo, edhe veneranden që e ka shkru tekstin. Ka qenë edhe ideje të dhe faktikisht, Kolis edhe që i falendroj shumë nga zemra. Është këngë pa vdekshme. Për mu është, mandej kemi edhe me reshqiptaren, kam duet me Koli Roshin, më ke godit, nuk të një, kam shumë këngë, se mandej edhe kam edhe një këngë që e kam bo tani, ka qenë dedikim për një familjar që e ka humbë bashkëshorten, para 10 viteve dhe fëmit i ka lanë pas 2 fëmi dhe me do, mos do fëmit ka ndash një akushtu një këngë nënës së tyre edhe... Ju kanë zgjedhur juve për ta interpretu? Kanë zgjedhur, po, më kanë lutë me e këngën. E kanë bërë dhe është, edhe ajo ka qenë këngë shumë emocionuse, por si finale ka dalë një super këngë.
E përmende që më e veçanta është bia e babës. Ose ajo është personale. Ajo është personale e jote, edhe me qënë se është personale, po hym tek personalja. Sigurisht është një emocion i papërshkrueshëm, si që thatë, por edhe një vull, një dokument që e vërteton atë dashurin që e ke për vajzën. Çfarë emocioni ka qenë kur e përcolle, sepse vajzat janë për babën, definitivisht. Fëmija i parë është, ajo hera e parë, që nuk e din se që shkon ajo farë dhe kur e përjeton, është diçka që, wow, nuk di as me përshkru, është. Uroj që se cili ta ketë ta kenë në vërtet ashtu, që ti përcjellin, ti martojnë ashtu që prindë dhe dojnë, kanë dëshirë. Normal që me mirë kuptimin edhe me knaqësinë edhe fëmijës. Ajo nuk është e lumtur, ose nuk është dëshira saj, as ti nuk mundesh me qenë lumtur, por kur gjithçka shkon me një gjuhë përbashkët edhe me një atëre është shumë knaqësi e veçantë. Të duk që u rrit shpejt? Shumë shpejt, më duk që, wow, shumë interesant, ndjenë shumë interesant. Në fakt edhe në klip e kemi parë këtë pjesë, ka qenë shumë emocionuse, ju në krah me vajzën, por e keni bërë sigurisht edhe vajzën me emocione të mëdhaja. Çka thoshte ajo? Ishte befasi kënga? Ka qenë befasi. Si e priti? është, se di, ka qenë, nuk di asë me përshkru, ajo ka metë pa tekst. Dhurata më e bukur që e keni të dy në këtë rast. Edhe aty kam pas edhe antarë të familjes gjatë klipit Mandej që e kam pas bo familjarët e mi, edhe që e ka kujtim fix për gjatë gjithë jetës e saj. Në fakt, regjia po bëjnë tifo, edhe nuk po vlon rahat as me bo bisedën, duke më thonë të lutem le ta këndoj të paktën refrenin, se ka qenë shumë viral. Prej kur të mora ndurët e mija, e kuptova qka është mija, e ndjeva qka është dashnia, qika jem, ma e mira, jetës time i dhe shpres, sot je ba për martes, sa t'ka hje fuston i bardh, të pret babi shpesh më mardh, mos haro ti bia babit, afer gjithmon, ke më m'pas, ti uroj t'mirat e jetës, ma e bukra e dynjas. E kështu më radhë. E kështu me radhë, dhe emocionet shkojnë e kalojnë kufirin, shqyqyr që nuk përcollëm me instrumente se kishim qajtë. Gjdo varg është i qelluar. I qelluar, definitivisht i qelluar, edhe gjenë vetën se cili prind, babe, bi, e gjenë vetën definitivisht. A ke afer vajzën? Në Zvicër e kam afer, po. Fakti është një 200 kilometra, po off. Apo vjen shpesh? Ajo, a i dhondri po më thotë, nuk jemi lërgë bre atin, unë e gjithë po më këtë thëmë 2 ore gjys, shumë lërgë bre burë, a i po më thotë, jo përse si jena lërgë atin 1 ore gjys, të po nashta ty të do këtë ashtu, se atit e mistë, kanë qef dhondrat me shku, nashta dhe i do këtë shumë, asene, po mu më do këtë shumë lërgë, a më mirë, ja, mirë është, fix. Vjen shpesh, edhe na shkojmë shpesh, edhe i përshëndes shumë, I përshëndesim shumë. Në fakt, faleminderit shumë që ke bërë këtë këngë dhe i ke gëzuar apo i ke dokumentuar shumë dashurit babave me vajzat, sepse ndoshta personazhi kryesor në këtë këngë ishte vajza jote, por personazh kryesor mund ta gjejë secili prind vajzën vet. Aty, kështu që është vërtet për të vlerësuar kur një artist ka empati edhe këndon një këngë edhe për vete, po edhe për të tjerët. Sa shpesh veni në Kosovë, Kastriot? Në Kosovë vi shumë shpesh. Edhe për shkak punës, po i kam edhe prind këtu në Kosovë, edhe vi shumë shpesh. Me thonë një 5-6 herë në vjetë, sigurt, mos më tepër. Ndoshta më tepër? Po. Sezonës janë 4-5 javë, 6 javë, varsisht që jemi edhe me data, edhe me veç vi shumë shpesh. Po. Flasim për pejen, sepse ju jeni nga peja në Kosovë. Cili është vendi që shkon gjithmonë me të njëjtin qef dhe të njëjtin gëzim në pej? Në pej, ka shumë vendet që janë të bukura, po kemi edhe Karagacin, pejen, në parkun e pejës. Në Rrugovë shkoj shumë shpesh, kemi edhe një vikendicë, shto një villë të vogël, edhe shkojmë shumë shpesh edhe atje. Ka vendet bukura, peja, është njoftuar si edhe po.
Peja ka edhe emra të njohur, emra që do të mbesin gjatë, edhe gjithmonë në muzikën. E shumë zona tjerë. Prandaj edhe përmendas, me qënë se kemi Peja, sa të përmendet Peja, e kemi Danin. Dani është Dani. Kështu që sa ka qenë për ty frymëzim? Po, sa ka qenë për ty frymëzim? Shumë, na jemi rrit me këngët e Danit. Jemi rrit me këngët e Dani. Edhe, po, këngët bukra, këngët pavdekshme. Me arrit aty ku është, ka arrit Dani është shumë problem. është shumë problem. Me të vërtet është shumë problem. E përshëndes shumë. E përshëndesim. Madan Krasniqin Danin. Danin. Kusherimin tem. Krasniq. Krasniq, po, tamam. Do është ta me të pyta, më se pas këtë diçka, po jo, Krasniq ka shumë. Okej, do të kesh bashkëpunime me artist? Po, bashkëpunimet unë i vlerësoj shumë edhe janë shumë të mira. Bashkëpunimet sepse edhe i lidhen edhe fansat edhe, më thonë, është mirë me bashkëpunu. Kam pas bashkëpunime edhe me Lorin, pas edhe me disa bashkëpunime kam pas. Ka nga lam të mirë nëse s'ga bëj me Lorin. Nga lam të mirë është ba me Lorin, edhe është mirë prit shumë, edhe është dalë diçka e bukur. Do të ketë bashkëpunime të ardhmen? Po, do të ketë edhe në të ardhmen, po. Nuk po i zbulojmë, por... Me Lorin, paktën, apo me të tjerë? Po, dhe me të tjerë, po. Okej. Këthejemi prapë se dola prapë të muzika, unë përqep me pyti qka pak ma ndryshe, se muzikën e shohim, e ndjejmë, edhe është një punë që shihet, por do doja që të pyes pak edhe për vendin më shumë. Ju tha që keni edhe një villë në Rrugo. Rrugo, po. Vikendic. Sa po arrini me shfrytzu? Sepse gjitha në kohën se tash të me marrë dhe prej fytyrave publike këtë mendimin një shtëpi të dytë ose të tretë. Thonë drejten, na pak e shfrytëzojmë, por ma shumë prend. Edhe ma shumë është bëllë për prend faktikisht, se ata e tash edhe pak një farmoshe, edhe po ndin vetën mirë atje, qetë, kur është një farmoshe kanë qef sa ma qetë, sa ma relax, kështu. Ajri pastërt edhe ata shfrytëzojmë ma shumë. Na veç shkojmë kështu edhe, me gjithë se ata kur na thonë, hej, hajde po shkojmë bre, edhe shkojmë, e shfrytëzojmë nëse gjëmë në ditë të lirë, edhe shkojmë e rrim një ditë dy, edhe këthemi, po ata ma shumë e shfrytëzojnë. Lumë si ata që kanë qka me shfrytëzu edhe me kalu pleshnin. Në Zvicër, e kanë vështirë me ardha, apo mundesh? Jo, vinë, por nuk rinë shumë gjatë. Gjithmonë, si të bërë një javë, dy, doj mu këthy se këtu njën masin, atë jemi me angazhime edhe nuk kemi nështë shumë ku për me u marrë me ta, edhe atër mandej nuk ju rri, dhe i kuptaj. Dë më thonë, kësaj radhe kam thy rekord, se kam thyu vajzën e dytë, edhe erdhen 2 javë ma heret, një javë faktisht ma heret, të nashi, hajtë, thash prit një dhe pak se këthemi bashke, e këne anej, një muj ka nejtë, thash keni thy rekord, një muj u nalu në juve këto, e di une se që i ka majtë ata këto. Kastrat, do më thonë edhe vajzën e dytë, Po. Shkoja, konga vlen, veç ka dalë konga, s'ka nevoj. Ju përgëzoj, se dukeni shumë i ri, sigurisht edhe bashkëshortja juaj, jeni një qeftiri, edhe sigurisht jeni martuar herët, edhe tashmë vajzat janë bo shoqe. Tash i kam me vërtet si shoqe, kam 3 vajzë dhe një djalë, mas 3 vajzave, edhe i kam me vërtet si një pas shoqe edhe shak. Përveç bashkëshortës që është mikja ma e mirë në jetë, pa dyshim që vajzat bëhen edhe më shumë. Kjo është e mira për me u martu herët edhe me pas fmi, sepse shion gjdo sekund. Qëfar këshile au kështë edhe në trinë veqe? Martohej herët edhe bëni fmi, lo. Jo, është shtyrë martesa, definitivisht, është si fenomen. Kësha pas qëf me diskutu me ty. Ndashta për duesh shumë gjana mi sakrifiku të tua, që nështë kishe që pas qef si jeri mi përjetu mesene, po mandej e vrenë që ka qenë shumë ma e mirë, sepse ndryshe e rrit një thmi kur je vet i ri, edhe me të vërtet e shijan, fix, ose si për shembull kur je me një mosh shtyme edhe fillon me thmi ndashta as nerva si ki mu marrë me një beb të vogël, ose ku ta di unë, është gjithçka më ndryshe, është diferent. Si është të bëhesh baba i ri? Unë jam i lumtur që kam qenë baba i ri. Unë jam shumë i lumtur, si jam absolut kur gjë për. A ka qenë sfidë për ty? Po, absolut ka qenë sfidë, sepse si ka dhe ma heret, ti duesh vetë mi sakrifiku disa gjana, për shemë që ki pas qef mi bo milion onash edhe mu marrë me fmit. Këna ti ki edhe një farë përgjësie pak ma të madhe, si në mosht, si i ri, që në është ta normal tjerë që... Ngarkes ma madhe. është ngarkes ma madhe.
Por e kalon. E kalon sepse të rinjt sot me arsyetimin se duan të bëjnë karrierën, të ardhurat një farë forme e pastaj fëmijën. Si e sheh këtë? Unë e shoh, pa fillu kur gjë nuk bëhet. Dush me fillu edhe gjithçka arritet. A mund të bësh karrierën edhe me fëmijë? Po mundona me arrit diçka për me arrit që ta, ashtu kur s'mundesh me bë. Ti dush me fillu. Me fillu, mandej gjithçka vjen rrjedhshëm edhe absolut gjithçka shkon tamam çu duhet edhe mandej në fund e shef se wow. Shumë interesant është. Me të vërtet mu shpesh më thojnë sa i ri më burr atë ti fëmijë të martu. Po që kjo është kënaqësia madhe. Që kjo është kënaqësia më e madhe. Merrni mësim. Okej, pothuajse jemi në fund të bisedës, na kanë mbetur edhe 5 ose 10 minuta. Doja që të pyes pak për sezonin, ju thatë se ende jemi në sezon. Edhe sa kohë do të qëndroni, sa kohë jeni të angazhuar edhe a do t'ja bëni vetës ndoshta një pushim kështu tamam pushim? Ato kam gjithmonë. Domethënë, mbasi të përfundoj sezonin, kem në Zvicër, edhe marrë familjarët edhe shkojmë për një javë dhe ditë e duku... Cili është destinacioni që shkon më shpesh në pushime? Gjithmonë, dhe më thonë, ose në Spanjë, ose në Turki, ose në Greqi, ose... Diku që largohesh? Jo njëjtin vend. Më thonë, mundona gjithmonë atë në Egjipt, ose këta di unë. Gjithmonë, her aty. Shqipëria sigurisht është destinacion 2-3 ditore që vjen e kthehesh edhe që është kam shku edhe në Shqipëri, në Sarandë, në Ksameli, andej kam shku në Vlorë, kam shku dhe këtu kam bë pushime, që me të vërtet jem fascinu çfarë vendi është, edhe kam vizitu ato brigjet e Sajona andej, që jem fascinu për Smiri, me të vërtet është, Bregdeti shqiptar është jashtëzakonshëm. Ke pas rastin edhe me vizitu monumente? Po, patjetër. Të gjitha historinë tonë shqiptare. Kastriot, ishte kënaqësi e veçantë që ju kishim sot. Sigurisht që nuk kemi me të lëshu pa një performancë. Patjetër. Ta shijojmë zërin tënd edhe muzikën që ti jo afron me vite shikuesve. Unë ju falenderoj juve shumë gjithë teleshikuesve tuaj, stafit tuaj. Ju falenderoj nga zemra për ftesën që ma keni bë. Edhe gjithmonë jo t'jem juvi. Faleminderit shumë që ndave nga jeta jote dhe është vërtet për të vlerësuar gjithë